Mos harro të bësh subscribe. Mbaron periudha e vuajtjes, muaji maj sjell ditë të bardha për 3 shenjat të horoskopit. Ka periudha në jetë kur gjithçka duket më e rëndë se ç'duhet. Ditët kalojnë, por lodhja mbetet. Njeriu pret një shenjë, një lajm, një kthes, por në vend të saj vijnë vetëm pritje, pasiguri, mërzitje dhe ndjesia sikur po ecën me shumë peshë mbi shpirt. Por muaji maj, për 3 shenjat të horoskopit, nuk vjen si një muaj i zakonshëm. Ai vjen si një dritare e re, si një frymëmarrje pas një kohe të gjatë tensioni, si një periudhë që nis të zbuzë dhimbjen, të hap rrugën dhe të tregoj se jo çdo gjë ka ardhur për t'i lënduar, sepse ka ardhur edhe koha për t'i ngritur. Për këto 3 shenja, mbaron gradualisht periudha e vuajtjes dhe fillon një fazë ku gjërat marrin më shumë dritë, më shumë qetësi, më shumë shpresë dhe më shumë drejtim. Disa do ndjejnë lehtësim në zemër. Disa do shohin lëvizje në punë, në lek ose në jetën personale. Disa të tjerë do kuptojnë se më në fund po largohen nga një periudhë që i ka lodhur shumë më tepër se sa kanë treguar. Dhe kur pas errësirës fillojnë të duken ditë të bardha, gjithçka brenda njeriu ndryshon. Gaforja. Për gaforen, muaji maj vjen si një qetësim i thellë pas një periudhe ku zemra ka mbajtur shumë. Ti je një nga ato shenja që e përjeton çdo gjë fort, edhe kur nuk e tregon. Shpesh të tjerët shohin buzëqeshjen tënde, por nuk e kuptojnë sa mendime, sa ngarkesë dhe sa heshtje ke mbajtur brenda vetes. Por tani energjia nis të ndryshojë. Gjatë muajit maj, mund të ndjesh sikur një peshë po largohet dal nga dal. Një situatë që të ka lënduar mund të qartësohet. Një raport që të ka mbajtur pezull mund të marrë një drejtim. Një shqetësim i brendshëm mund të fillojë të zbutet. Për disa gafore, kjo periudhë sjell afrim, pajtim, ngrohtësi ose një ndjesi më të fortë sigurie emocionale. Për të tjerë, mund të sjell thjesht paqe, dhe ndonjëherë paqja vlen më shumë se gjithçka. Edhe në anën praktike, muaji maj mund të japë një lehtësim që lidhet me planin tënd, me një mbështetje, me një mundësi ose me një hap që të bën të ndjesh se më në fund je duke dalë nga mjegulla. Ditët e bardha për ty nuk vijnë me shumë. Vijnë si qetësi, si frymëmarrje dhe si rikthim te vetja. Virgjëresha. Për virgjëreshën, muaji maj sjell një kthjellim të madh pas një periudhe ku gjithçka mund të jetë dukur e ngatëruar, e lodhshme ose pa ritmin që doje. Ti je shenjë që përpiqesh, organizohesh, mendon, mban përgjegjësi dhe kërkon ta vendosësh jetën në vijë, por kur gjërat nuk ecin siç duhet, e përjeton thellë brenda. Kohët e fundit mund të kesh ndjerë sikur po jep shumë energji pa parë rezultatet që meriton. Por në maj fillon një ndryshim i qartë. Disa pengesa nisin të bien. Disa mendime që të kanë rënduar humbasin forcën. Disa dyshime zëvendësohen nga qartësia. Kjo periudhë mund të sjellë lajm të mirë, mundësi të re, një rregullim në rutinën tënde, ose thjesht një ndjesi se gjërat po futen më në fund në rrugën e duhur. Në dashuri, mund të kuptosh më qartë çfarë vlen dhe çfarë jo. Në punë ose në financa, mund të dalë një dritë që të jep besim. Ditët e bardha për virgjëreshën do të thonë më pak peshë mendore, më shumë kontroll mbi jetën dhe më shumë forcë për të ecur përpara pa u ndier i raskapitur nga gjithçka. Bricjapi. Për bricjapin, muaji maj është si një shpërblim i qetë pas një periudhe të gjatë durimi. Ti je ndër ato shenja që e mban veten fort edhe kur gjithçka brenda lodhet. Nuk e tregon lehtë dhimbjen, nuk flet shumë për barën që mban, por kjo nuk do të thotë se nuk e ndjen. Dhe pikërisht për këtë arsye, energjia e majit është shumë e rëndësishme për ty. Ajo nis të sjellë një ndjesi ngritjeje, një rikthim force dhe një lëvizje që të tregon se periudha më e rëndë nuk do të zgjas pafund. Në planin praktik, mund të ketë përmirësim në punë, në stabilitet, në lek ose në një vendim që të ndihmon të marrësh frymë më lirshëm. Në planin emocional, mund të fillosh ta lësh pak më shumë dritën të hyjë brenda vetes. Një person mund të afrohet ndryshe, një situatë mund të zbutet, ose ti vetë mund të ndjesh se nuk ke më nevojë të jetosh vetëm me peshën e detyrimit. Për bricjapin, ditët e bardha vijnë si rezultat i qëndrueshmërisë, por edhe si një kujtesë që universi nuk harron ata që kanë rezistuar gjallë. Maji të jep ndjesinë se rruga po hapet dhe se lodhja nuk ka qenë e kohë. Këto ishin 3 shenjat e horoskopit për të cilat muaji maj sjell ditë më të bardha dhe mbylljen graduale të një periudhe të rëndë. Për gaforen, kjo dritë vjen si qetësi në zemër dhe si rikthim i ndjesisë së sigurisë. Për virgjëreshën, vjen si kthjellim, rregull dhe dalje nga lodhja mendore. Për bricjapin, vjen si ngritje, lehtësim dhe shpërblim pas shumë durimi.
Jo çdo transformim vjen me zhurmë. Disa prej tyre vinë në heshtje, por ndryshojnë gjithçka. Nëse shenja jote ishte sot këtu, merre këtë si një sinjal që periudha më e rëndë nuk do të zgjasë pafund dhe se muaji maj mund të sjellë pikërisht dritën që të ka munguar. Shkruaje në komente shenjën tënde të horoskopit dhe më thuaj nëse e ndjen që po hyn në ditë më të bardha. Dhe mos harro të abonohesh në kanal, sepse videot e radhës do të sjellin parashikime të tjera të forta për të gjitha shenjat e zodiakut.